Policia e shtetit dhe policia kufitare është garant i zbatimit të ligjit dhe për këtë arsye dija në pikën kufitare të qarthanës janë paraqitur 4 shtete me qëllim për të kaluar në kufi. 3 prej tyre dispononin edhe pasaporta diplomatike dhe u është bërë me dije që ata mund vazhdonin udhëtimin dhe të ecnin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të udhëtojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të 4 personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra dhe 3 tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut. Prandaj nuk është rast që është i veçuar apo izoluar, kjo është puna për vite policisë kufitare. Ne zakonisht mesatarisht në vit, gjatë vitit 2025 kemi kthyer dhe persona tjerë në 625 raste. Edhe gjatë këtij 6 mujorit parë kemi të evidentuar dhe të kthyer persona në 425 raste të tjera, kështu që kjo është një punë e përditshme dhe nuk ka ndonjë vend për panik apo të thuash që policia nuk ka qenë prezente për të kryer detyrën e saj.